Bismillahirrahmanirrahim. Falja një cilësi fisnike. Falja është cilësi e besimtarit e cila rrjedh nga durimi. Kjo cilësi posaçërisht urdhërohet në Kur'an. Me falje te i kalohen edhe mosmarrveshjet dhe konfliktet më të mëdha ndërmjet njerëzve. Falja i sjell dobi edhe atij që fal. Allahu xhaleshanuhu thotë: nëse publikoni ndonjë të mirë ose e fshihni atë, ose i falni ndonjë të keqe dikujt, Allahu i plot fuqishëm fal shumë. Surja Nisa, ajeti 149. Të falni është më afër devotshmërisë e mos e harroni bamirësi ndërmjet jush. Vërtet Allahu sheh atë që veproni. Surja Bekare, ajeti 237. Muhamedi alayhis salam thot: falja është cilësi e Allahut dhe ai e do faljen. Falni të tjerët se do t'ju falet edhe juve. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. U lut pejgamberi alayhis salam: o Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Është e ditur se çfarë dëmësh u kanë bërë idhujtarët pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve në Mekë. Madje kur këto vujtje e arritën kulmin, Muhamedi alayhis salam nuk i mallkoi, por u fali dhe ju lut Allahu xhaleshanuhu: o Zoti im, fale popullin tim, se ata me të vërtet nuk dinë se çfarë bëjnë. Duke çliruar Mekën, Muhamedi alayhis salam falte me zemërgjësi, madje edhe armiqt më të përbetuar të Islamit dhe të muslimanëve. Vallë, a nuk paraqet kjo kulmin e drejtësisë, të mëshirës e të humanizmit islam? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Me të vërtet Allahu fal shumë. Dhe kështu Allahu na mëson që ne të jemi falës. Në mesin e muslimanëve tan akoma jeton një traditë e mirë islame që me rastin e ditëve festive, posaçërisht të bajrameve, muslimanët ta vizitojnë njëri tjetrin, të pajtohen mes veti dhe t'ia falin njëri tjetrit ofendimet e bëra. Kjo traditë e mirë islame rrjedh qysh prej kohës së ashabëve të pejgamberit alayhis salam dhe muslimanët janë të obliguar që ta ruajnë atë dhe ta kultivojnë me kujdes faljen. Falja është gjest fisnikësh, andaj të falësh është trimëri dhe nuk është dobësi.